dhe do të pe përgjigje edhe ty. Ato veprime edhe ato gjëra që ti ke thënë, ose janë ironike nga të dyja palët, ose janë të vërteta nga dyja palët. Kush janë të dyja palët? Unë dhe ti. Si, qa përgjigjesh kjo? Po apo jo? Ja pra. Kjo është përgjigje brenda. Kjo është ose jo. Ose ne të dy kemi qenë të vërtetë. Ose ti ash i paftyrë. Ose ti ash i paftyrë dhe i paftyrë. Sa në ditën e 10. Me pak fjalë, në këtë dialog ne kuptojmë shumë gjëra nga marrëdhënia e tyre. Domethënë, shumë gjëra në kuptimin që qëndrimet e tyre në marrëdhënien e tyre. Atëherë, unë kam thënë më përpara që Miri dhe Selin në marrëdhënien e tyre, në pasojat e marrëdhënies tyre, në përfitimet e marrëdhënies tyre, janë aksionerë të barabartë 50-50. Pra, ose të dy kanë faj, ose të dy nuk kanë faj. Ose të dy mbajnë përgjegjësi, ose asnjëri s'mban përgjegjësi. Ose të dy kanë përfituar, ose asnjëri s'ka përfituar. Pra, janë të dy përgjegjës, të dy bashkëfajtor, të dy përfitues, të dy, ku diun, quaj si dush. I vetmi ndryshim që ka Miri me Selin është se Miri e di këtë, e ka kuptuar pra, dhe e pranon, e thot, kurse Selin e di, e ka kuptuar, por nuk e pranon. Do që t'ja le gjithë fajin Mirit, por nuk shkon kështu. Nuk shkon sepse, e thash dhe njerë, faji është i të dyve. Mirë po, pranimi nga ana e Mirit e nxjerr shumë më mirë Mirin në raport me Selin, sepse Selin po bën sikur s'ka ditë asnjë gjë, sikur ja kanë bërë tjerë dhe kjo s'ka kuptuar dhe është viktima e kësaj gjës. Në fakt nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Janë të dy përfituesa, por mund të jenë edhe të dy viktima e marrëdhënies tyre, flas gjithmonë. E kam thënë dhe më përpara që do vi një ditë që Miri dhe Selin mund të kthehen përsëri bashkë në lojë. Këto janë hapat e para miq që ata të kthehen përsëri në lojë, mos katrojmë gjëra tjera, vetëm në lojë, sepse tendenca e Selin është her pas here për të shkuar dhe për ta sqaruar me Mirin këtë situatë. Dhe mua thjesht më mjafton veprimi fizik, pra për të kuptuar një riafrimitet mes tyre në lojë, gjithmonë në lojë. Tani të shohim me kalimin e kohës se si do vijoj kjo histori, por do t'i kishte ngritur shumë pikë, do kishte marrë shumë pikë edhe Selin, siç po merr Mirin në këtë rast, po ta kishte pranuar që në historinë e tyre janë bashkëfajtor, bashk përfitues, bashk viktima, bashk sinqert dhe bashk ironik. Të gjitha bashk i kanë.